lufte. Natë 6 jam në Belgjik. E ka qenë e vështirë se gjithmonë e le familjen këtu, por unë e kam hikë për 5-6 muaj, tash i kom bërë 30 vjet atje. Beso edhe për Lloqin e Kaçanikit merr malli, për gjithçka. Për familje, për shoqni, për gjithçka. I du, Kaçanikin e du shumë. A garen mi? Garen me s'është problem. Jam këtu me një zotri i cili do të na rrofen një pjesë nga jeta e tij. Para 30 vite iki në Belgjik dhe çfarë i shtyri të shkojë në Belgjik dhe të kthehet tash në Kosovë vetëm për pushime, a mendon të kthehet komplet, do të na rrofen ai vet. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Unë jam Muhameti, qytetari i Kaçanikut. Jetoj që 30 vjet në Belgjik, e tash jam për pushime këtu, që një javë do të marr pushim. Çish ka qenë dita jote e parë kur je nis ose vendimin pse e more për me ik prej Kaçanikut për Belgjik? Dita e parë ka qenë për mua si gjithë kosovarë që kanë hik prej... Unë kam hik para lufte. Natë 6 jam në Belgjik. E ka qenë e vështirë se gjithmonë e le familjen këtu, por unë e kam hik për 5-6 muaj, tash i kom bërë 30 vjet atje. Nashta me pas ment të sot, nashta s'kisha hik hiç, po edhe keq nuk është, keq nuk jam. Jetoj që 30 vjet në Belgjik. Sa ka ndryshu rrethi, familja, jeta dhe komplet këto gjana, sa ka ndryshu me ty? Ka ndryshu shumë, se unë jetoj atje vetë me grua, me fëmijë. E kam gjithë familjen këtu, me nane, me babe, me vllai, me shoqni, me gjithë. I kom lënë brapa, po tash çka më bë, tash çashtu. Ti ke martu? Ja, e kam një djalë 20 vjet. A do ta martosh në Kosovë me tradita, apo do ta merr nusa ai në Belgjik, në ai Belgje apo çfarë? Ja, unë jam martu, kjo është belge. Po djalin do ta martoj me një shqiptar. Besoj që vetë nuk e ke marrë nusën kosovare? Ja, unë nusën e kam belge, që belge është. Okej. Po i di ke Shqipën për marak? Po, perfekt, qëtu vjen, qëtu rre, gjithmonë çdo 2-3 muaj vjen Kosovë. Çka kujton me nostalgji? Urna? Çka e kujton me që shtin me mendu, thua, të shokon bre kjo po. Çka e kujton që e ki në zemër diçka kujtimet e fëminisë deri sot? Gjithçka. Fëmiria është ka qenë gjithmonë e mirë, po edhe në Kaçanik me qenë është shumë mirë. Shoqënia, familja... Ka të nërmalli ma të shumë? Për gjithçka. Beso edhe për Lloqin e Kaçanikit merr malli, për gjithçka. Për familje, për shoqëni, për gjithçka. Për çka mërzitës ma të shumë? Po mërzitna për nanë, për babë, për gjithçka. Për shoqëni, për gjithçka. Po për dasma, a ka të ndryshu Kaçanikit? Apo i keni traditat e njëjta që i keni pas? Besoj që ka ndryshu pak, po ma shumë janë traditat e njëjta, po unë fort nuk qëllojna për dasma. Para 1-2 muaj ku martu një nip, me kena bo dasëm të madhe, shumë të mirë. Me tradita? Me tradita, po unë nuk qëlloj fort në dasma. Si ki marak? I ki marak, kam shumë nipa e mesa, po fort s'kom qëllu. Cili është mesazhi yt si mërgjimtar? Për çka e ki fjalën? Për Kaçanikun. Mesazhi im për Kaçanikin është diçka tham. Kaçaniki është i man tradicijat, gjithmonë. Kaçaniki është, besoj, pak i veçantë i gjithë Kosovës, janë njerëz kulturum, janë njerëz të mirë. Papunësia pak është në Kaçanik. Sin krejt venet tjera. Si në krejt venet, po në Kaçanik është ma pak
ka ma pak, besoj me punë se s'ka fort ekonomi Kaçanik, po njerëzit janë të kulturum, janë të sjellshëm, janë të mirë, i du Kaçaniklit, janë shumë të mirë. Ti je bashkë i Kaçanikut apo i rrethit? Jam bashkë i Kaçanikut. Po i du, Kaçanikin e du shumë. A garen mi? Garen me s'është problem. A ka qeshme që do? Ka qeshme, qka s'ka këtu, ka gardha, ka këqyre thire. S'ka uj se qeshme ka. Na qëtu pimi ujnë, që t'lepecën. Seriozisht? Pa, qëtu na pimi. Që ki uj? Por që ta e në rrinë, në shfillë. Jo, qëtu Në pimi. redime, a? Ja, kjo është reka, e thojmë na. Na reka? Uj lepeci, të reka. A ke pas sort hekrit? Qka? Kure Kaçaniklia kure ka pa për herë të parë aeroplanin që ka thonë? Valla se di qka Ka ka thonë këshë pas sort e hekrit? Kam ndodhë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. S'është Pa problem, ke banu me hajgare në fund, po duhet me pa pak. Një falënder dhe për juve, më vjen mirë Mërgjimtar që ka nevoj për kësi busqeshje. me të vërtet kanë nevojë. Edhe më vjen mirë që keni ardhur me vizitu Kaçanikin, inshallah shihemi sa më shpesh. Edhe unë jam i Kaçanikut. Okej, po në të kom pas shumë na për Ferizaj. Na për kitë Kosovë, unë jam i kitë Kosovës. I kitë Kosovës, Unë jam me i të vërtet. kitë Shqiptarisë. I ketë shqiptarisë edhe i Gorbeqarvi je. Besoj që ketë parcelit. Ju rujt zotje, ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sëllën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.